Vëllezër dhe motra të ndershme, të cilët na ndiqni nëpërmjet ekraneve të juaja, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Jemi në kapitullin e kaderit apo caktimit të Allahut subhanahu wa taala dhe jemi në pikën e fundit të këtij kapitulli. Me këtë e përfundojmë kapitullin mbi kaderin apo caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pika e radhës, kjo të cilën do ta sqarojmë sot, thot se tevekuli, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, nuk e mohon marrjen e shkaqeve, marrjen e sebepeve. Tevekuli, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, nuk e kundërshton marrjen e shkaqeve dhe sebepeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është nisur në luftë të Uhudit, i ka marrë 2 mburoja, i ka vendosur në gjoksin e tij. Edhe pse ai ka qenë njeriu që më së shumti i është mbështetur Allahut subhanahu wa taala, i ka vendosur 2 mburoja në gjoksin e tij që të mbrohet prej sulmeve të armikut. Dhe kjo ishte prej shkaqeve për ta mbrojtur vetveten, edhe pse ai u mbështet në Allahun subhanahu wa taala, mirë po i mori shkaqet e caktuara. Dhe kjo njihet, secili që e din jetën e pejgamberit alayhis salam, e din se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ju ka mbështetur Allahut, çdo herë i ka marrë shkaqet e caktuara, sepse Allahu thot dhe ne për çdo gjë e kemi caktuar shkakun e saj. Çdo gjë Allahu i ka dhënë shkak. Andaj, shkaqet janë të pranueshme tek ehli suneti dhe nuk janë të mohuara prej tyre. Mirë po, ajo që duhet potencohet është se shkaqet nuk e kundërshtojnë mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu prej gjërave që tregojnë se pejgamberi alayhis salam çdo herë i ka marrë shkaqet është kur është nisur për në hijret. E ka marrë njeriu i cili ja tregon rrugën. Pastaj nuk ka shkuar direkt në drejtim të Medines, po është kthyer në drejtim të Jemenit, sepse e dinte se mushrikat do ta kërkonin në drejtim të Medines. Andaj ai shkoi në drejtimin e kundërt. Pastaj u fsheh në shpellë. Të gjitha këto janë shkaqe. Të gjitha këto janë shkaqe të cilat ai mori, megjithse i mbështet Allahut subhanahu wa taala, sepse prej mbështetjes në Allahun është që ti marrësh shkaqet, që ta veprosh pjesën tënde të detyrës. Pjesa jote është ti veprosh ato në cilën Allahu të ka lënë të lirë të zgjedhish. Pastaj rezultatin leja në dorë Allahut, dhe kjo është tevekuli i sakt. Andaj, kur disa njerëz u nisën në haxh pa përgatitje, pa ushqim, pa mjet udhëtimi, Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu ndali dhe ju tha: "Hey, ku jeni duke shkuar?" Disa thanë: "Lej, se këta janë të cilët mbështeten në Allahun." Omeri radiallahu anhu tha: "Kthehuni, sepse kjo nuk është mbështetje në Allahun. Kjo nuk është mbështetje e vërtet në Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu të ka dhënë mendje dhe Allahu disa gjëra i ka lënë në lirinë tënde të zgjedhjes." Andaj kur e pyeti një njeri pejgamberin alayhis salam dhe i tha: "Ata lidhi deven apo t'ja lën dorë të Allahut subhanahu wa taala?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Lidhe, pastaj leje në dorë të Allahut subhanahu wa taala." Pra ti bëne pjesën tënde të obligimit, jepe mundin tënd, e pastaj leje në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo ka nevojë për tevekul, sepse dikush mund thos, nëse e veproj unë sebepin, atëherë pse të mbështetem në Allahun? Duhet mbështetesh në Allahun, sepse edhe nëse e vepron sebepin, rezultati nuk mund të del ashtu pos nëse dëshiron Allahu. Sa njerëz i marrin shkaqet, mirë për rezultati nuk u del ashtu siç shkojnë shkaqet. Prandaj ka nevojë për mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, ka nevojë për tevekul. Sa njerëz për shembull e lidhin devën e tyre, mirë po dëshiron Allahu që devja të zgjidhet dhe të ikë. Pra, edhe pse ti e merr shkakun, rezultati nuk është në dorën tënde. Andaj ehli suneti janë mesatar në këtë rast. Mesatar në mes të ateistëve, të cilët thonë se nëse i merr shkaqet, u kry puna, s'është problem. Nuk besojnë në dëshirën dhe caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mesatar mes disa besimtarve të cilët i ka mashtruar shejtani, të cilët
nuk i marrin shkaqet asesi dhe besojnë se marrja e shkaqeve është e kundërshton tevekulin e tyre. Sikur të ishte ashtu, atëherë pejgamberi alayhis salam nuk do t'i merrte shkaqet. Sikur të ishte se marrja e shkaqeve e kundërshton mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala, atëherë pejgamberi alayhis salam nuk do t'i merrte shkaqet dhe do të na mësonte neve se ashtu është më mirë. Mirë po, ai e bëri të kundërtën dhe kështu e mësoi umetin e tij dhe kështu e don logjika e shëndosh dhe kështu e don feja e pastër e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Ibn Kaimi rahimahullah e thot një fjalë shumë të mirë. Ai thot, fen e kanë shkatruar dy lloj njerëzish. Njerëzit fetar, të cilët mendojnë se shkaqet nuk janë prej Allahut dhe se nuk duhet miren. Dhe njerëzit jo fetar, të cilët ju kanë mbështetur komplet vetëm shkaqeve, duke e haruar mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Pra, dy lloj njerëzish dhe dy ekstreme të kundërta e kanë keq kuptuar fen. Andaj, ndoshta u ka rasti që të lexoni nëpër libra të shkollave se njerëzit më para, për shkak se besonin se rufeja është prej Zotit, e nuk e dinin se reja bashkohet me rejen, plusi me minusin, dhe kjo e shkakton rufen. Mirë po, feja e vërtet nuk thot kështu, feja Allahut subhanahu wa taala nuk thot kështu, Islami nuk thot kështu. Islami thot se Allahu e shkakton këtë, mirë po i ka bërë këtë shkaqe. Kush e ka vendosur atë që plusi kur bashkohet me minusin të veprojë kështu, të formojë elektricitet e kjo etj. Ne tash ndoshta e kemi zbuluar si funksionon kjo, mirë po kush e ka vendosur? Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur. Andaj besimtari i vërtet e din se ligjet e natyrës, shkaqet i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe se nëse dëshiron Allahu, mund të ndodhë diçka edhe pa shkakun e saj. Mirë po, në shumicën e rasteve, veprat ndodhin sipas shkaqeve të tyre. Andaj besimtari i merr shkaqet dhe me këtë pajtohet me logjikën e shëndosh, me mendjen e shëndosh. Sepse çdo njeri i cili do të dilte lakuriq në mes të dimrit, do të konsideroj për njerëzve se është i çmendur, sepse logjika e shëndosh të thotë që të përgatitesh, ta marrish shkakun, veshjen e cila të mbron prej ftoftit. Dhe me këtë ehli suneti pra pajtohet me logjikën e shëndosh, sepse i pranon shkaqet. Mirë po thotë se duhet edhe për skajmarrje së shkaqeve mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, sepse prap edhe nëse ti e merr shkakun, prap rezultati është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Merë për shembull një shembull interesant. Anijen Titanic. Anija Titanic. Njerëzit i morën të gjitha shkaqet që Titaniku mos të fundoset, që të jetë i fort, i qëndrueshëm, i durueshëm, dhe kjo u ashtoi mendjemadhsinë sa që thanë nuk ka gjasa asgjë ta fundos këtë anije. Mirë po deshti Allahu dhe u fundos ajo. Pra edhe nëse ti merr shkaqet, prap rezultati është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fund po e potencojmë edhe një herë se besimi i drejtë i ehli sunetit thot, merri shkaqet, mirë po ashtu mos e haron mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Dhe tevekuli nuk e kundërshton marrjen e shkaqeve. Marrja e shkaqeve pajtohet me mendjen e shëndosh, tevekuli pajtohet me fen e pastër, dhe me tubimin e të dyjave njeriu e arrin pra për sosshmërinë këtë drejtim, se i merr shkaqet dhe nuk dëshpërohet për rezultatin, sepse e din se është në dorë të Allahut subhanahu wa taala.